Parisi ishte një destinacion që nuk ishte planifikuar për të vizituar. Kjo video është një mini vlog e 3 ditëve qëndrimi në Paris. Sa po zbrita në Paris, e ndjeja që këto ditë do kaloja super bukur dhe po, ashtu ndodhi. Po e haj këtu, haj! Përshëndetje YouTube-in tim. Hajde me. Hajde me thuj hello, ose kur jon. Na i duhet YouTube. Mi hajde. Oh, sa mirë që e ka. Kjo është nga marka më prestigjioze. Shiklen. Po nise, e mirë që e ka. Për tani se duhet me mil kamerat me përhap mirë këtë. Ditën e parë, unë bërrita mbas dite, kështu që nuk ishim shumë kohë për të zbuluar qytetin. Kështu që bërritëm në dhomë, u bëm gati dhe shkuam që të darkonim. Pas konsumimit të darkës, vendosëm që të vizitonim një nga londxhet më të famshëm në Paris për sa i përket kokteleve. Dua të ndalem që Parisi natën ishte një përrall. Pamjet e qytetit, si ditën ashtu dhe natën, unë i kam shijuar shumë. Dhe gjej rastin të them që nëse keni plan për të vizituar Parisin, duhet ta bëni me patjetër. Dhe mendoj që një udhëtim 3 ditor do ishte ideale. Sot kemi dalë në një vend në Paris që e ka emrin e ka emrin kështu dhe dhe kemi marrë këtë koktelin e famshëm që ne kemi marrë një për 2 dhe është sa ka brenda kjo? 1 litër. Dhe ka 1 litër. Shumë, nuk kemi vetëm, kemi edhe do me dalë video që ishte në gjumë sepse ka kaluar 12 dhe fëmijët në gjumë në këtë orë. Dy pikat kryesore turistike të Parisit është Muzeu i Louvrit dhe patjetër që është Kulla e Eifelit. Sot jemi nisur për të parë Muzeun e Louvrit. Unë nuk hyra brenda për ta vizituar, kjo pasi radha ishte shumë e madhe. Nuk mendoj që 5 orë do ishte mjaftueshëm për të hyrë brenda. Siç ju përmenda edhe në fillim të vlogut, qyteti kishte pamje përrallore, si ditën ashtu edhe natën. Parisit i mungonin exchange-et, kështu që nëse shkoni, bëjni patjetër këmbim valutor në aeroport dhe keni kujdes sepse mua më hodhen me kursin e këmbimit, por çrënd si ka kjo. Mëngjesin e konsumuam përballë Muzeut të Louvrit, ku ishte një pikë strategjike turistike dhe kishte të gjitha ushqimet tradicionale. Do provojmë këtë tani dhe do japim review-n tonë të sinqert, review-n time. Unë e kam bërë fare. Po ma fishë mirë. Që ka e fort, me vazi ishte fluffy. Okej, ke kremi këtu. Shlakun. Kemi krem nga mërë. E mirë. Fotot dhe videot e udhëtimit unë i kam darë edhe në rrjetet e mia sociale, në TikTok dhe në Instagram, me të njëjtin emër Gisela Velia, kështu që nëse nuk më keni, shkoni dhe më bëni follow. Dita e dytë në Paris na gjeti përballë kullës Eiffel, që realisht kishte një pamje fantastike dhe magjepsëse. Tani që kam ardhur në Paris, ka dalë dielli, edhe po ndriçon veni, edhe ky tipi ka nel pa punë. Na bëj shaka. Kam qef. Dita e dytë në Paris ishte dita më e gjatë, kjo për arsye sepse kemi parë dhe kemi vizituar pafund vende, por unë nuk munda dot të filmoja. Në darkë shkuam në një restorant italian ku gatimi ishte fantastik. Këto 3 ditë në Paris ja kanë mbledhur për mua pasi kam vizituar shumë vende dhe gjithashtu kam provuar ushqime tradicionale të Parisit. Udhëtimi im ka qenë më i lehtë, kjo për arsye sepse kushëria ime ka vite që jeton në Francë. Dita e fundit në Paris iku shumë shpejt, por gjithashtu e kam shijuar pafund. Ky ishte make-upi i ditës së fundit. Duke qenë se fluturimi im ishte në drek, nuk patëm shumë kohë, e vetmja gjë që bëm ishte të konsumonim mëngjesin në një kafe tradicionale në Paris dhe sigurisht të bënim foto. Çukuluku, shik tu çukuluku. Këtu. Ej. Nëse shkojnë në Paris, mos harroni të porosisni këtë simite, le ta themi, ishte shumë e mirë. Ky ishte edhe vlogu, tani jemi për në Londër dhe udhëtimi i radhës është pas disa ditësh.
Në komente ju ftoj që të gjeni destinacionin. Mos harroni të bëni subscribe dhe të shkojnë në platformat e mia sociale për të më bërë follow. Mirupafshim!